Protesta dje opozitës ku kërkoi dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku zgjati rreth 3 orë në bulevardin Dëshmorët e Kombit edhe para Kuvendit të Shqipërisë. Qytetarët ndanë mesazhet e tyre kundër qeverisë Rama edhe përmes pankartave dhe banderolave, ku i akuzonin për korrupsion dhe keq menaxhim në tunelin e Llogaras dhe Unazën e Madhe. Ndërkohë politika kërkoi dorëheqjen e kabinetit Rama dhe krijimin e qeverisë teknike. Kryetari i Partisë Demokratike në fjalën e tij para protestuesve e krahasoi këtë qeveri me atë të regjimit komunist. Pas mbylljes së fjalës së tij, protestuesit nisën të sulmonin me molotov dhe fishek zjarr kryeministrin, ndërsa policia u përgjigj me gaz lotësiellës dhe topa uji. Përplasjet me policin vijuan edhe pranë Kuvendit, ku disa mjete policie u përfshin nga flakët. Tensione pati edhe në zonën e rrugës Elbasanit, pranë xhamisë së Namazjas, ku u përdor gaz lotësiellës në momentin kur besimtarët po falnin namazin. Si pasojë e incidenteve, disa persona mbetën të lënduar, ndërsa një i ri pësoi goditje pas koke nga një bombë gazi dhe u dërgua në spitalin e traumës. Edhe nën kryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi mori mjekim në QSUT për djegje në dorë. Pas ngjarjeve, Berisha deklaroi nga selia e Partisë Demokratike se policia do të mbajë përgjegjësi për veprimet e saj dhe paralajmëroi një tjetër protestë. Ndërkohë, deputeti Gazmend Bardhi bëri të ditur se mbi 40 persona janë shoqëruar nga policia pas incidenteve, ndërsa pati edhe përplasje verbale mes tij dhe efektivëve në terren. Në përfundim të protestës së opozitës, mbrëmjen e 20 shkurtit janë shoqëruar gjithsej 52 persona në ambientet e policisë së Tiranës. Janë arrestuar 18 prej tyre, proceduar penalisht 28 të tjerë, mes tyre edhe deputeti Balliu. Kryeministri Edi Rama reagoi pas protestës së opozitës me një foto nga xhamia e mbuluar nga gazi i lotësiellës.